qetësi, paqe. Ajri është kaq i pastër. Të largohesh që këtu dhe të kthehesh në Ankara është shumë vështirë. Ti më pyet mua. Pa internet, pa telefon. Harrova të merja ndonjë libër kur dola me nxitim nga shtëpia. Me qëra fjala, si do komunikojmë? Ke di. Në fakt, nga telefoni fiks në shtëpi telefonoj, sepse nëna do ta kontrolloj faturën. Po do vi më shpesh atëherë. Do të sjell edhe libra. Më trego libra që të pëlqejnë. Pastaj do takohemi pranë përrojt. Është vetëm 1 orë ose 2 orë me makinë. Mund të vi dhe të kthehem. Jas. Ti ndonjëherë harron sa të varfër jemi. Ti duhet të kursesh para për biletën e minibusit për në shkollë. Nuk mund të lejoj të vish që të shkosh me para që të dërgon familja jote. Sidomos nëse mbetesh prapa në shkollë për shkak të kësaj do të mërzitem shumë. Nuk mundet. Atëherë çfarë do të bëjmë? Shiko çfarë kopurdhash, vetëm shikoj këto. E po, ti edhe i Lyli mund të shkoni dhe ti merrni nesër. Natën e mirë. Edhe ti. Kujdesu për veten. Shpirtu vënuam shumë me atë salcën e domateve, vajza ime do t'jetë shqetësuar shumë. Sa shumë më ka munguar fshati. Çfarë bët ju gjithë ditën? A u kënaqet? Shumë. A të shkaktoj Tezja ndonjë probleme, Lyl? Jo, shpirt, shikoj sa ajo mbëllosh si do të mund shkakton të kjo problem. Ata u kujdesin shumë mirë për mua. Zoti i bekoft të dytë. Të dy? A erdhi njëri, Teze? A i djali me flok të erë, qëfar 3 moshi që ishte. Lyl, qëfar po thot Tezja, ha? Kush erdhi, vajs? Më shiko këtu mos vallë derisa unë nuk isha... Bështollëm pej, hëngrëm dar, pim qaj. Lyl, thua i djali të vi çdo ditë këtu, hajde bi. Teze, më thuaj pak qëfar djali ishte ai, ha? Ashtu i madh sa dera, i fuqishëm. Do doja të më kishte prerë druzjari, por harrova. E marrë mira. Qau. Hajde qau një herë. Sa feti im, sa i fort ishte ende. Safeti, tha? Po? A erdhi kunati Safeti? Po? Buri im erdhi, a i erdhi për vizit dje. Safeti im erdhi. Duhet ta ketë marrë malli për mua. Tezja ime dashur. E varrosëm Safetin 10 vjet më parë. Së bashku e mbartëm arkivolin e ti. Zoti na ruajt, larg qoftë. Në gure në mal, por Safeti im është gjallë, a jeton. Po të them se mbështollëm pej. Është çmendur fare kjo. Teze, a nuk i pive ilacet sot në mëngjes, ha? Mirë, po shkoj ti marr ilacet unë. Të betojmë se nuk ka nevojë me po të them unë në asnjë mënyrë, jo. Rasje. Ua, Lyl, të lumshin duart, të betohem se më erdhi si ilaç. Ai përmende një ilaç ti. Mos ka ujë të nxehtë në i brik shpirti, më thuaj. Po ka, pse çfarë të duhet? Mirë se ne do të bëjmë nga një çaj dhe do të pime në nënën tënde bukur. Pra nëse më mundon shumë i kam ilacet në çantë, razie do t'i pi ato. Po të lumt atëherë ty Nuran e dashur. Kemi ardhur në fshat ne këtu, nuk ka as shyrup, as tableta. Derisa ekziston një ilaç natyral kaq i mrekullueshëm, kjo ishte edhe receta e gjyshës ime të ndjerë. Çfarë ndodhi nën? Po, ka që dje kjo që thot që i dhem koka, shumë asaj. Jo, shpirt jo, pata pak dhimbje koke dje. Por kaloj është dukur fare tani. Jo, nuk bën. Ashtu do ta bëjmë ne, do ta jap të pish ti, në rregull? Më dëgjoj një herë mua. Nuran, a erdhën përsëri këta njerëz të poshtër? Teze, eja. Ullu këtu. Shikoj çfarë fytyra. Të ngrysur. Ngrihu që aty, qohu! Aty është vendi i Safetit tim.
Je shtrira aty si buall dembel. Ngrihu po të them, ngrihu. Ngrihu të them. Kalo teze, kalo, eja. Nuran e dashur, shpirtim, hajde të përgatisim qajin, ne. Eja. Ah, teze, ah. Mere bi. Gjyshe, me që e preve po haun. Hiqe dorën ti, mos e prek. Shikoj ti budallajn. Qerata. I thash vajzës, çfarë do ti? Vel për dinake. Ku është nana? Po flen ajo. Tha se do të shtrihej pak dhe e zuri gjumi me njerë. Pastaj ky qaj i bimor do ta qetëson ata të thash. O, zot. Ne do shkonim për të mbledhur kërpudha, po shkoj ta kontrolloj. Ajo e dashur, mos shkoti as pak. Gjuna t'ja prishi gjumin asaj. E Lul, ajo do vazhdon të thoshte se kishte dhëmbje koke. Lëre le të flej derisa ti kaloj asaj. Ja, si e them unë. Ashtu ti dhe Koraj shkoni për të mbledhur kërpudha? Jo, unë do shkoj me nanën. Ama kërpudha të mblidhen vetëm ditën që riten, vajza ime dashur. Ato që mbeten deri nesër do të kalben, ti e din. Pastaj e Gjora ka bërë plane që dje për të përgatitur këpurdha për darkë, sa e di unë, andaj po të them shko. Unë do të kujdesem për tezen, mos ki merakti, shkoni ju, shkoni. E nëna jote po fle brënda? Hajde shko tani, të paktën. Mblidh disa këpurdha. E Lyl, unë i njoh shumë mirë këpurdhat. Eja, më lejo të ndënimoj. Nuk mund të dallosh lehtë se cilat janë helmuese dhe cilat jo.